Në podcastin flasim me titull 4 UFO në vendin e Shqiponjave, kryeministri Edi Rama kishte të ftuar 3 shqiptar që janë rikthyer në atë pas disa vitesh emigrim. Në këtë bashkëbisedim, Rama foli për stresin që ka kaluar në lidhje me negociatat me Bashkimin Evropian. Ai tregoi se mbështetja e liderëve evropian ndaj administratës shqiptare për punën që është bërë pas hapjes së negociatave e përmbysi komplet gjendjen e tij emocionale. Të gjithë bashkëpunëtorët e dinë shumë mirë, dinë ata që merren me procesin e integrimit, e dinë ata që kanë qenë pjesë e bisedave për përbarimin në rrugën e BE-s, që thosha e kam ndarë dhe me ta, po me vete e kam pas vazhdimisht si gosh që çfarë do ndodhi në orën e të vërtetës. Dhe ora e të vërtetës për mua ishte momenti kur negociatat do fillonin me screening, do me thënë me gjithë diagnozën e shtetit shqiptar, ku faktikisht janë 1000 vetë nga ana andej dhe 1000 vetë nga ana këtej që ulen përballë njëri tjetrit me 36 grupe, mos janë më shumë, po të paktën po flas për grupet që unë vetë kam kontaktuar, kam parë, dhe që i hynë deri në qelizë shtetit shqiptar. Dhe aty ka shumë rëndësi çfarë, si performon ti edhe si luan ti pjesën tënde. Dhe kur filloi procesi, kam qenë shumë në tension, sepse thosha, gjithë kjo luftë, gjithë këtë përpjekje për të bindur dynjan që prit se ne nuk jemi ata. Imagjino tani sikur të filloi të fusi ujë varka edhe të fillojnë ato varjet e turinëve në fillim, pastaj të fillojnë përshpërimet, pastaj të bëhen shurdhuse që këta nuk janë gati, këta nuk kanë lidhje. Dhe kur papritur filloi një tjetër këngë. Pastaj kur procesi hyri më thellë, aty pastaj të fillon ta thonin qartësisht ata që është një surprizë. Shqipëria është një surprizë, administrata shumë e përgatitur, njerëzit shumë të serioz, ata negociatorët on the point, një vend perëndimor, domethënë kjo gjëja më ka dhënë shumë krenari.